Ju përshëndes. Na shton se bankat u formuan për të ndihmuar popullin. Nëse kjo do të ishte vërtet, atëherë bankat nuk do të ekzistonin më, nëse do të ndihmonin vërtet popullin. Sepse populli, duke qenë më i pasur, nuk do të kishte më nevojë për bankat, e kështu bankat nuk do të ekzistonin më. Po ashtu edhe shtëpitë farmaceutike. Nëse shtëpitë farmaceutike do të ndihmonin vërtet njerëzimin, ta shëronin atë, atëherë nuk do të ekzistonin më, sepse nëse njerëzimi do të ishte mirë, fizikisht s'do të kishte më nevojë për ilaçe. Dhe kështu, shtëpitë farmaceutike do të falimentonin. Po ashtu edhe politikanët. Në qoftë se politikanët do të përmbushnin ato projekte dhe ato ide të tyre, pra kur përpara se të marrin votimet, populli nuk do t'i ndiqte më. Dhe kështu politikanët nuk do të ekzistonin. Dhe politikanët vazhdojnë me projektet e tyre për të mbajtur popullin nën kontroll. Madje kjo ndodh në të gjitha fushat e jetës. Pra është një sistem që, sepse nuk është faji i këtyre që kanë ndërtuar bankat, shtëpitë farmaceutike apo politika, por është i të gjithë sistemit. Është një sistem që nuk zgjidh problemin, sepse varet direkt nga problemi. Pra gjithë sistemin, nëse keni vënë re, varet nga problemi, dhe kur problemi prodhon para, atëre sistemi mbetet i njëjtë, nuk zgjidh asgjë. Ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Sepse është sikur ai këtu në Itali thuhet si qeni thotë që kafshon thot bishtin e tij dhe vjen rrotull, dhe nuk zgjidhet kurrë ky problem. Shikoni, bankat fillimisht me të vërtet ndihmonin njerëzit. Me kalimin e kohës u shpërbën sepse dikush tjetër i kontrollon. E njëjta gjë edhe shtëpitë farmaceutike. Ndonse shtëpitë farmaceutike që mos i hedhin poshtë të gjitha, sepse ka ilaçe që mbajnë në këmbë njerëzimin, ka ilaçe që ndihmojnë, por një pjesë e ilaçeve, mos themi pjesa dërmuese e tyre, thon efekti ose efekte kolaterale, pra efektet anësore. Dhe këto efektet anësore, ju mendoni që me teknologjinë që kemi sot nuk mundemi që ti zhdukin? Unë mendoj që të gjitha këto që përmendëm sot janë të thjeshta për ti zgjidhur, sepse e përsëris edhe një herë dhe do dëshira një komentim tuaj, sepse gjithë sistemi është krijuar i tillë. Pra, është krijuar një sistem që varet nga problemi, dhe në qoftë se problemi prodhon para, atëherë nuk do të zgjidhet më kurrë asgjë. Ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Do të dëshiroj një komentim tuaj. Pres, ju përqafoj, ditë mbarë.